përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Ora është 5:05 ditës. Harruar në fakt që kisha hapur një vlog dhe erdhi Geri, mori Ohemën, mori turnin e vet. E kemi me turne kur punon Geri. Jam e lirë dhe mund të bëj çfarë të dua. Sot në mëngjes dolëm, bën një xhir në mëngjes shumë herët sepse Ohema sot është zgjuar në orën 5. 5 ditë gati 6. Pastaj fjeti në orën 7, një orë. Ka qenë një ditë në fakt e ngarkuar. Pastaj unë kur nuk flej mirë dhe nuk u zgjohem në orën 7, se zakonisht e zgjohet në 6:50, 7. Por u zgjoha shumë herët sot edhe isha pak se kështu, nejse, dolëm sepse në mëngjes tani që është koha mirë, ka shumë qejf dalim jashtë, shikoj. Mësua shumë keq në kur ishim në pushime që shikonte natyrën e gjitha me radhë. Tash edhe këtu ta nxjerri sepse i bën shumë mirë, këtu tek lagja afër. Pastaj erdha në shtëpi, hangra, erdhi kështu pazitja pa kuptuar dhe kam bërë pak maçën time që e kam bërë pak të fortë nga që kisha gota de Lara, kjo është një gotë tjetër. Nejse, çon si ka. Dhe dje kam filluar palestrën. Sot është ditë e martë, dje ka qenë ditë e hënë dhe kam filluar palestrën. Disa nga ju do thonë janë shumë herët, por unë nuk bëj asnjë gjë pa qenë e sigurt nga ana mjekësore, pra kam pasur drejtje jeshile nga mjekët, nga profesionistës, kështu që ndaj kam filluar palestrën. Kur them palestër, nuk do filloj direkt të mbaj unë peshë e gjitha të tjerë, e gjitha me radhë, sepse nuk është e mundur, nuk është e lejueshme, nuk është e rekomandueshme, duhet të filloj avash 3 herë në javë, duke rritur 4 herë në javë, duke rritur gjithashtu një herë në fillim duhet maksimumi 30-40 minuta, pastaj fillon edhe rritet edhe më tepër, e kështu vazhdon me radhë. Pra palestër, por avash. Gjithashtu e kam hequr komplet sheqerna artificiale, përse përket sheqernave natyrale që vijnë nga frutat e tjerë këtë po, por sheqerna artificiale 0. Po e bëjmë këtë challenge me gjithë Gerin, do bëjmë një javë të shohim si do shkoj, por palestrën do e vazhdoj dhe gjithashtu do mundon të heq sa më shumë sheqernat. Se pastaj fillon mësohet trupi, në fillim është pak e vështirë, por pastaj fillon edhe mësohet. Sot kam shumë qejf të shkoj në palestër, por nuk dua ta mundoj veten, sepse dje kur mbarova, në fakt më vinte për të vjellë. Ose nga që nuk kisha ngrënë shumë sheqer, domethënë ose nga që trupi e kuptonte që jam në mungesë sheqeri dhe më ra kështu si ndoshta më ra dhe sheqeri, nuk e di, ose i dash vetes shumë gaz, por që nuk ndjesha mirë dhe pastaj erdha në shtëpi, hangra darkën edhe kaloi. Pushimet mbaruam, ndoshta do bëjmë pushime të tjera, por jemi rikthyer rutinës, jemi rikthyer bazës, për juve që jeni në pushime, kalojini mirë dhe shijojini. Siç mund ta shikoni, unë kam marrë pak ngjyrë. Nuk është se kam qëndruar shumë në diell, normal sepse kam qëndruar më shumë në hije me Ohemën, por që kam pasur edhe kohën time të marr pak rreze, gjithmonë duke u mbrojtur, mos harroni, edhe vera është të dukesh me ngjyrë është bukur, por është shumë rrezikshme për lëkurën, kështu që mbrohuni. Po, në Instagram e kam thënë që kam nisur dietër dhe po mundohem të shpërndaj kur t'jem palestër në mënyrë që t'ju motivoj, ose pjesë nga jeta ime në mënyrë që t'ju motivoj dhe t'jap energjinë e duhur. Nëse jeni mama që akoma jeni në këto problemet e orareve të gjumit bebit dhe akoma nuk jeni stabilizuar, mos u krahasoni me mua, mos e veni veten në vështirësi, sepse çdo bebe ka atë kohën e vet. Unë për vete ja lejoj vetes të vazhdoj të filloj palestrën dhe të krijoj pak një rutinë ditës, një ditë produktive, duke u kënaqur për vete, bebja, por flej mirë, bebja ime ka orare, ushqehet, edhe kjo më bën që t'jem produktive. Jo çdo ditë është e njëjtë, ka ditë ku edhe ajo nuk është në terezi dhe ndodh bebet kështu janë. U bën disa ditë në fakt që kemi ardhë, po unë ditën që kemi ardhë, kam vendosur 2 makina me rroba. Këto janë rrobat e Ohemës që i kam larë, po duhen hekurosur dhe thjesht i kam vendosur këtu. Dhe do hekuros, nuk e di, nesër ndoshta, me shumë mundësi. Duhet patjetër të heq goxha rroba tek rafti i Ohemës, është pak rromuj sepse kur i kam e pushime i kam marrë gjërat kështu shpejt, por që më duhet të heq shumë gjëra që nuk i bien më Ohemës. Për shembull, kjo kombinoshja ja kam veshur goxha, nuk është se s'kam veshur, gjitha rrobat ja kam veshur. Kjo këtu, tani që është verë nuk e vesh, plus është e vogël. I rri ngushtë, i ngushtohen tulat. Kështu që në ditë, një nga këto ditët duhet merrem edhe me garderobën, plus këtu kam edhe
rroba që janë për moshë më të madhe, që duhet i nxjerr badi, edhe t'ja vendos këtu tek badit e tjera që duhet i heq. Gjithashtu këtu pampersat janë të vogla, për ohemën janë masa 2, duhet karoj tek masa 3, por kam ble shumë, edhe më duhet t'i mbaroj këto edhe t'blejmë masën 3. Se çfarë kam veshur. Tani këto janë pantalonat shkurtra që I kam që nga 10. I kam bërthyer, por më rrin pak më ngusht. Të rrezikoj të dalë kështu apo jo, nuk e di. Po ndihem mirë. Pjesa këtu janë goxha të bollshme, kështu që po mendoj të dalë kështu. Dhe këto e kam marrë Zara ose HM, nuk e di. Nuk e di fare se ku e kam marrë, po më pëlqen. Është pak e trash, por është me pulla që mund t'i jap ohemës për të pirë. Kam bërë skincare, kam edituar vlogun, po shkarkohet. Dëgjoni ohemën. Edhe do t'a postoj. Edhe unë tani do dalë për kokrën e qefit. Unë kështu, ku I kap flokët. Pa make-up sot. Nuk do edhe make-up, sot është nxehtë. Dhe do dalë për kokrën e qefit me vajzën time, librushin e mamit, ohemën. E kam veshur, I kam veshur një fustan, ngjyrë roz. Nuk e di nëse e kam tregu këtu, ja kam parë se t'ikë me pushime. Tu është shtëpia pak rëmuj. Jo se është pis, sepse e pastroj çdo darkë, por është pak rëmuj, gjërat pak në për... Nuk jam në vendet e duhura, por gjithsesi unë nuk po rregulloj tani, kur të kthehem do ta bëj. Lëm ditën me librushin e mamit edhe do ju marr me vete. Kisha humbur 1,5 kg. Yes, avash, por do ja dalja. Dhe Hema që thot boll, merrem. Ja ta marr ohemën. Kujna Hema. Të është lipurushja ohema, Queen ohema, që sri një sekund vetëm bre. Nuk do të rri as një sekund. Dërë me nejtë veç me mamin e vetë. Shka fajt kjo? Ele mami do me nejtë me ty. Ups, I ka një kaps. Ja kam vendos këtë kapsat. Vendos. Pastaj. Sepse bët me nevra vajza ime. Ele, po shkojmë neve, po ikim. Dhe kështu të ikim, sepse sa si ka gjumë I dytë edhe koha për të pirës pastaj. Dolim neve. But I'm still on the ground. It's a dizzying day. I would give a lot to get away. It's getting real dark in here. Feels like I've been here 1,000 years. Could you bring some light to me, or just sit beside me and never leave? I got the curtains up. Përshëndetje, nga disa ditë më vonë kam filmuar disa copsa të vogla nga përditshmëria jon. Rikthimi nga pushimet. Ke nevojë për pushime prap. Nuk e di a keni edhe juve kështu, kur ktheni nga pushimet keni prap nevojë për pushime. Pushime ku pushoni tamam, do të thënë gjumë. Jo të gjithë e kemi luksin të flejmë gjumë sa do duam. Gjithsesi unë me që flasim për gjumin, ohema po flen mirë këto kohë, kurse e vuaj pa gjumësinë, por që jam një njeri që nuk di të flej gjatë ditës. Nuk më zë vend I vend. Jam gjithë kohës, nuk e di ç'a bëj. Edhe Geri më thotë ç'a bën gjithë ditën. Nuk e di se ç'a bëj. Gjithë ditës bëj diçka, nuk jam asnjë, po t'ja tregoj divanin, sot mund të mund një herë për të ndruar ohemën, është divani xic. Edhe se po kaloj nga muhabeti në muhabet, çdo ditë e shkon divanin, edhe pse nuk ulet njeri. Nejse. Po nga që po mbien shumë flokët tani, kam qime gjithandej edhe macaron kjo fakti që ka qime, edhe rri me fshis korrentin dorë, rri e fshi krevatin, rri e fshi divanin, duke çdo gjë e pis, ndërkohë që dje e kam pastruar gjithë shtëpinë.
Nejse, Hema sot ka bërë dozën e dytë të vaksinës, po flen gjumë. Herën e parë, nuk e di nëse ju kam thënë, herën e parë ka kaluar goxha mirë, nuk ka pasur fare temperaturë, thjesht ka fjetur gjumë, ka qenë kështu si për gjumshe. Sot është okej, lozë, mu zgjua, prapë zuri gjumi fundit i ditës tani për momentin. Tani që shohim se si do jetë natën, inshallah nuk ka temperaturë, thjesht do ta shikoj shumë. Duhet ta ruaj, edhe pse do thënë kësa herë është pak më ndryshe se është goxha vap, është shumë nxehtë. Aktualisht këtu bën 27 gradë brenda te shtëpia. Edhe për këtë në fakt jam pak si kështu, si do e kaloj. Por të shohim. Po ja pse më shpesh për të pirë gji, gjithashtu kam pak kulloshtër. Më vonë do janë nxjerr pak nga ngrirja, t'ja jap, sepse kullostra është ilaç për çdo gjë. Hapa videon sepse kam këtu një pako që më ka ardhur nga Italia, nga një firmë shumë e re që e ka krijuar një vajzë shqiptare, një nën, një grua. Për ju që nuk e ndiqni, ju ftoj ta ndiqni, quhet Alketa dhe bën video në YouTube, gjithashtu edhe në Instagram dhe ka krijuar brandin e saj që është Amarli, edhe ka krijuar kompaninë e saj, le të themi të vogël, që është Amarli, ku krijon dhe bën vetë në bazë të nevojave të fytyrës tonë produkte skincare. Ajo më pyeti mua Dora çfarë fytyre ke? T'ju them drejtën, fytyra ime në postpartum ka qenë një herë mirë, një herë keq. Tani për momentin nuk kam asnjë make-up, kam pak pore, do me thënë më pyeti çfarë tipologjie fytyre jam, edhe më ka dërguar këtë pako. Nuk e kam hapur, do me thënë do e hap tani me juve dhe mezi po pres ti provoj produktet e Alketës. Shikoni pak sa super paketimi. Si fillim, keni këtë kartën. Thank you for supporting my business. Your order made my day. I hope this package make yours. Ku kam produktet, më ka futur këtë. Është një serum. Më duket se kjo është serumi i verës, sepse shikoni pak sa super. Këtu ka vendosur këtu është Alketa, bukuroshja, dhe këtu ka të dhënat e Instagramit dhe YouTube-it dhe faqes saj dhe emri i firmës Amarli. Shumë bukur ka zgjedhur. Kjo është serumi. Ky është serumi më i ri që ka kriju Alketa, që është me xixas, në mos tani që jemi të nxjerr. Unë e provova pak, prisni ta bëj shake. Shikoni pak sa fantastik. Zjeri pak të te Dora. Shikoni pak çfarë shkëlqimi i jep Dorës për tani në verë që marrin ngjyrë. Ka një aromë shumë verore. Shikoni diferencën. Shikoni si shkëlqen kjo Dora dhe kjo pa shkëlqim fare. Yll. Ku ta kisha, unë ta kisha pas këtë për pushime. Këtu, ky është kremi, besoj. Njëta gjë këtu paketa, që i ka të gjitha të shkruara, dhe ky kremi është i bërë posaçërisht për lëkurën time. Është krem hidratues. Ka një aromë farmaceutike, do thoja. Kur ka, dhe gjithashtu këtu brenda vjen kjo shkopi, nëse që është për të aplikuar kremin hidratues. Shikoni pak. Do e pyes Alketën përsëri të ma udhëzoje dhe të më tregoje se si ti përdori. Këto ishin 2 produktet nga Amarli që më ka dërguar Alketa dhe që e falenderoj shumë, e përqafoj shumë, edhe do ju jap review-n time me kohën. Ta juftoj të ndiqni Alketën tek faqja e vet e biznesit, gjithashtu në YouTube, në Instagram, sepse ajo ndan gjatë njëjtës kohe dhe procesin edhe gjitha gjërat që bën ajo për biznesin saj të vogël. Po ja lë këtu emrin e Instagramit, gjithashtu edhe poshtë. 27 gradë, 5 gradë, 27-5 gradë Celsius njerëz. Ndiqëm, shumë nxehtë. Nëjherë,
bëj videon, edhe shoh që nuk jam bërthy mirë, edhe vjen turp, edhe e ribëj. Po s'është më natyrale, prandaj po shikoj se vjen. Mos ma vjen mirë. Por, nëse bën kështu gjithë verës, na ka hangër dreqi, sepse ne s'kemi kondicioner. Okej, shikoni pak jam bërë edhe pis. Po thoja që dhoma është pak më freskët për momentin, sepse I ka perdet të errëta, po mendoj edhe këtu të marrë perdet të errëta, sepse nuk shtyhet kështu, është goxha nxehtë. Okej, ndeza unë tani këtë, por është shumë vap. Vedi se si do na bëj vera këtu, se nuk është si në Shqipëri që dini që gjithë verës është vap kuvdes. Këtu është shansi jote dhe ti. Gjithashtu ma shkëputur dhe varse që kam pasur me e ohemës. Shikoni se është bërë copat vogla. Nuk e di se si kam mujt mi mbledh copat, se në fakt më put në pushime, po shkputur edhe kështu. Shikoni. Po marr një zinxhir flori edhe të vendos këtë peqmas. Kjo pjesa tjetër që është flori do e mbaj, por që nuk bën më. Shkova e pash ohemën nëse kishte temperaturë, nuk ka, po flen, është zgjuar, ka pirë dhe prap ka fjetur, edhe ndërkohë po përfitoj të bëj ndonjë punë të vogël këtu. Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep, 'cause she left me here alone. I've been feeling so small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Sepse sot mëngjes dolëm me familjen, ishim këtu afër në një vend që kemi 3-4 vite që jemi këtu, edhe nuk kemi qenë asnjëherë dhe ishte super. Në fakt, I tash po të kishim qenë përpara, nuk do na kishte pëlqyer sepse kishte shumë fëmijë. Dhe tani që kemi një fëmijë, kërkojmë këto vende që na përshtatet më shumë. Dhe shijuam, ishte një tip si fermë e vogël. Është këtu në Ulvej Salonberg, po juve që jetoni këtu. Kishte kafen, kishte një park. Nëse se më duket u zgjua ohema, se ka një orë që po flen që erdhem. Edhe është vap, kështu që e kuptoj. Zakonisht në drejt flen 2 orë, por u zgjua. Nëse se shkoj geri. Unë tani do dalë për veten time. Kam marrë këtë çantën. Nëse dëgjoni zhurma është kamera e ohemës. Dhe po dalë, sepse do bëj thonjë të duarve, të këmbëve, sepse kam katastrofa, edhe është shumë vap. Sot pompova qumësht, s'kam pompu qumësht prej kohësh, sepse jo ishim me pushime, edhe pse mora pompën pushime s'kam pompu fare, po jepja shumë shpesh ohemës për të pirë, dhe duhet bërë kjo, sidomos tani që është goxha vap. Edhe mirë ishte prap, produksioni nuk ishte, sepse normal, kur pompon më shumë, ke më shumë edhe je në oversupply, dhe me thënë je në exagerim, sikur isha unë më përpara. Tani jam stable, gjithmonë, ohema vetëm nuk kam pompuar. Normal, si tani që duhet dalë, ja lash një biberon, kështu që po. Ikëm, sepse sa më shumë flasë, sa më shumë kalon kohë, kam veshur prap të njëjtat xhinse, do përësis xhinse të tjera se këto, sepse janë shumë të rehatshme. Kam veshur këtë t-shirtin e Gerit, edhe këtë çantën sepse do shkoj tek farmacia të marr të gjëra, edhe më duhet kam ujë dhe çdo gjë të tjetër. Nuk e di se ku e lash videon, por e di që isha në qendër dhe qendra nuk është as pak vendim I preferuar, më falni po ja uli zërin pak kamerës. Dhe në atë nxehtë që ishte, njerëz që kishte plot,
koka më dhimbte, o zot, nejse, erdha në shtëpi dhe pastaj detyrimet e mamit më prisnin, mora me ohej, më në vendosa në gjumë se kishte shku ora tamam që ta laja dhe ta vendosja për të fjetur. Mbarova gjithë punë të shtëpisë dje sepse thash sot ditë e diel, unë dhe Geri nuk duam të merrem me punë shtëpie, përveç se të merrem me do të ta shijojmë ditën e diel, pa bërë punë shtëpie, nëse më kuptoni, si ra shumë gjatë. Por ja, kështu i bëra thonjt. Më pëlqen thjesht pastër, dora e rregullt, sidomos unë që bëj video më duan pak edhe t'i kem thonjt bukur. Do ta mbyll këtë videon sot këtu, por para se ta mbyll thash t'ju tregoj çfarë mora ditë tek farmacia, apo gjithashtu t'ju tregoj edhe për Ohemën për vaksinën. Dje ka qenë shumë mirë, nuk ka pasur edhe pardje se vaksinën e ka bërë premten nuk ka pasur fare asgjë, dje asgjë, sot pas që këmba ishte entur pak dhe ishte bërë fort. Por që tani në darkë ishte okej, edhe thash mos ndoshta nga që dje i bëra banje, se a di që bërë vaksinën nuk i bëm banje, nuk e latëm, përveç se e kam freskuar me një leckë dhe gjithë trupin me ujë. Dje i bëm darkë, edhe thash ndoshta banja djeja ndoshta e ka acaru kamën, nuk e di, por që sot e kishte pak tentu dhe të frymë dhe ka vjellur 2-3 herë sot. Nuk e di, ndoshta nga vapa dhe kishte që nga dita e enjte në darkë që nuk kishte dalë në tualet, si t'ja them unë më lezetshëm. Dhe mendoja që po villte nga që është bloku. Dhe thash nesër mëngjes do e marr direkt në telefon pediatrën, por që pastaj sot në darkë i bëri nevojat e veta dhe kishte energji, këmba ju qetësua e gjitha me radhë. Isha tek farmacia sepse kur shkova tek pediatri për të bërë vaksinën Ohemës, Ohema kishte pak të shpina si lëkurë që binte dhe e skuqur, do me thënë me zona, si tip egzeme, dhe thash okay, me që po shkoj do ta pyes, dhe sigurisht e pa ajo, dhe më tha që Ohema ka lëkurën farni shumë të thatë, dhe kjo ja ka kriju këtë lëkurën që po i bie pak edhe që është e kuqe. Kështu që më thatë merja këto, ta provoj, më thatë merja këtë firmën për larësin e trupit, është larës Vajor, thash që përdorë produktet e Mustelës dhe që janë shumë mira njuka, më tha shumë beba vinë me probleme nga produktet e Mustelës, kështu që mbaj për pas 6 muajsh produktet e Mustelës. Nuk e di, kështu më tha, edhe më thatë merja këtë firmën, larësin Vajor. Të shohim, inshallah po i kalojnë dhe po i ikin, dhe gjithashtu më tha që të hidratoj lëkurën me këtë kremin Aderma, këtë këtu që është lexon që është me vërtet për lëkura që janë të thata shumë, që ul irritacionet, krurjet e gjitha me radhë, edhe mund ta shikoni që është nga lindja që përdoret edhe për beba. Edhe që 2 ditë që i përdori, edhe akoma e ka pak shpinën kështu, por që uret i kaloj. Ashtu mora larësin tim të fytyrës, këtë të Aven që kam kohë që po e përdor. Në fakt, gjithashtu mora edhe një krem hidratues, nuk është shumë i mirë në juka, por kam dëgjuar që është super hidratues, edhe është më i lirë se ai që unë merja të Avenit, që është për trupin, E thash, okay, pse jo, po e provoj se më shumë për këmbët e kam dhe për krahët këtu që me të vërtet më janë tharë nga pushimet. Edhe në fakt e provova dje pasi bëra dush, edhe më pëlqeu shumë se si ma linte lëkurën dhe këto produktet e CeraVe nuk janë edhe shumë të shtrenjta, të them drejtën, kështu që ja super sugjeroj. Për një herë që e kam provuar jam vërtet shumë e lumtur sepse ma ka mbajt kamën goxha të hidratuar, gjë që unë këmbët i kam shumë të thata. Dhe po, ky i CeraVe, që është për lëkura të thata apo shumë të thata. Këto ishin blerjet e mia dhe doja të tregoja para se ta mbyllja vlogun, si kisha lënë këtu dhe thash doja tregoj gocave. Si dihet ndoshta dikush ka ndonjë problem si unë, pse jo, por gjithmonë konsultoni pediatrin edhe do të thënë nuk ka njeri që ju tregon më mirë se pediatri për beben tuaj. Nëse dëgjoni zhurma uji, po bën Geri një dush, edhe unë do të bëj një dush pastaj. Kështu që po e mbyll videon duke ju dërguar sa më shumë pozitivitet, sa më shumë dashuri të gjitha mamave, të gjitha ju mama, se t'jesh mami është një punë kolosale, është shumë e lodhshme, sidomos ju që keni 2-3 fëmijë. Qafoj të gjithëve që më shikoni videot, ju përshëndes, edhe ne do shihemi në videon e radhës. Pashim. Ciao!